Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahun e falenderojmë, salavatet selamet Muhammedit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që ecën rrugës së tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, jemi duke fol rreth elementeve të cilat i duhen besimtarit për me ndërtu karakterin e vet, edhe mu ngrit si besimtari mirëfill që tek Allahu i lartësuar me qenë sa më i kompletuar dhe sa më i fortë, qoftë nga imani, qoftë nga karakteri, qoftë nga morali, qoftë nga sjellja, nga ibadeti dhe gjitha këtu. Ndërsa sot, ose sonte, me thonë më mirë, do të shohim disa veti të cilat janë të kundërta njëna me tjetrën sa i përket dispozitës shariatike, mirë po janë të afërta sa i përket kufive. Do thonë janë kufi njëna me tjetrën, mirë po në dispozitën e shariatit janë përballjen e tjetrës, sepse njëna lejohet, tjetra s'lejohet. E do të shohim tash. Do të shohim se çka është hakmarrja, çka është falja, çka është toleranca, çka është nënçmimi, çka është bashkëtesa. Çish duhet me bashkëjetu me çto? Ose çka duhet me marr prej tyre besimtari, çka nuk duhet me marr, ose për çatyre që duhet me marr, a duhet me marr të plota apo duhet me i marr në mënyrë të korrigjuar që më ndërtu sa më mirë. Më ndërtu sa më mirë, sepse ju e keni dëgjuar të gjithë hadithin e Abu Dharrit që kur e përbuzë dhe nënçmon Bilalin radhiyallahu anhu dhe i thotë i biri Zezakës. Do të thonë biseda e sipër i biri Zezakës. E pejgamberi alayhi salatu wasalam sunja përballon këtë nënçmim dhe këtë përbuzje edhe i thotë o Abu Dharr, halaki mbetje të xahiletit. Halaki nevojë më ndërtu. Halaki nevojë më ndërtu dhe me marr elemente të cilat kompletojnë për arsye se këte e ki këtë mangësi që të ka mrit për xahiletit që njerëz me i nënçmu dhe me i përbuz për shkak të prejardhës, për shkak të varfërisë ose pasurisë kështu më radhë. Mirë, çka është falja? Kur llogaritem që e kemi falë dikën. Për shembull, nëse dikush i fortë, suni bëjmë kur gjë, edhe në bëjmë çka dush. Edhe në ka bëu diçka i them diçka falë i kuft. A kemi falë këtë ju? A është falje kjo apo nuk është falje? Ti shkon pak më i leksh, më i dop, ti shkon në pozitë më të fortë. A kemi falë ju? Atëherë e shohim se shariatikisht është falja mos ndëshkimi për gabimin që ne ka bëu dikush e që mundemi me ndëshku. Muj me denu, muj me ndëshku gabimin që e ka bëu kundrejt neve, që ne ka bëu diçka mirë, po se bojmë këtu. E falim. Që është falje? Por ndryshe, ai i cili fal në pozita kur smurët me bëu diçka më tepër, ai s'është falje. Ai s'është falje. Sikurse ai i cili e provon sabrin për gjërat të cilat nuk i ka. Për shembull, s'ka me hangër buk, s'ka ushqim edhe ujë, thot, a më që bëj sabrën, as nuk has, nuk pi. Vallai nështë ta bën sabër, mirë, po që kjo nuk është barametër i matjes së sabrit për arsye se ki bukën edhe ujin përpara. Me i pas bukën edhe ujin përpara, atëre kishim i pas sa je sabërli. Sa doran. Edhe këtu domethënë. Vallai pe fali që nuk po e dënoj felanin, po e fali, mirë. Mos po mundesh me dënuti. As nuk e din më kush është, ose është më i fortë se ti, ose nuk ke mundësi me mri deri te ai për me dënuar thu pja fali. Sigurisht se ati që e kish pas marr hajin e parët, edhe i shkon hajnit për mas, vura pa mas, kur e po që i humpi pisë mas peshet, hajtë sadaka inshallah. A është sadakja? A është falja in? E falja është mos me denu ose mos me ndëshku dikan për gabimin që e ka bën ndaj neve që kemi mundësi me ndëshku. Mirë, hakmarrja është e kundërta e faljes. Më thonë, me ndëshku ato që na ka bën diçka. Ka gabu ndaj neve, pavarësisht çfarë gabimi që është, e nëse e ndëshkojmë, ose nëse kërkojmë që këmë ndëshku që kjo është hakmarrje. Mirë, a hakmarrja është gjithmonë e nënçmume? A është gjithmonë e preferuar në shariat? Apo ka hakmarrje që duhet me realizu, apo jo, do ta shohim me lejen e Allahut të lartësuar. Pastaj hakmarrja e ka dhe një element tjetër. Mon kur e ndëshkojmë ato i cili në ka bo diçka, në ka bo dëm,
ose në ka të mëtu diçka, e kjo ndëshkem ose ky dënim është i shoqëruar me urrëtie. Me urrëtie. Edhe për ata e shihni njerëzit që hakmirën janë të mushën mlef. Edhe zakonisht, se do të vim të kjo pikë, zakonisht ata që zgjedhin hakmarrin e teprojnë. Pse se është mush mlef? Ju e dini që pejgamberi alayhi salatu wasallam kur e ka pa Hamzën të vranë, është mërzit shumë. Edhe thot ka me i vra 2 ose nuk e di, e përmend një numër, thot ka me i vra për Hamzën. E Allah pastaj zbret ajetin, thot nëse doni me ndëshku, atëherë ndëshkoni ose hakmirni, çfarë se ju kanë bërë domët. E tash hakmarrja kur shoqërohet me urrëtie, ajo zakonisht i kalon pastaj kufit. Edhe për ata Allahu i lartësuar në shumicën e vendeve i kanë nxit besimtarët që mos mu hakmir. Sidomos nëse hakmarrja bie mbi supet e tij. Sepse kemi 2 lloj të hakmarrës, kur hakmirët direkt muslimani dhe kur hakmirët për to ligji, shteti, po shteti kështu më radh. Sikurse në shariatin islam kur e zojnë vrasin, e kapin vrasësin, edhe tashin gjykata i thot këtij që ja kanë vrarë antarin e familjes, apo don mu hakmir, apo don m'ia fal. Mon këtu nuk është i hakmirët direkt, mirë po hakmirët dikush për to që është ligji ose është pushteti. E si rregull e përgjithshme e hakmarrjes është ajeti, ose shumë ajete që flasin këtë tematik, mirë po një për ty në është فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ. Nëse dikush ju dëmton pa të drejtë, atëherë edhe ju hakmirni qaq sa ja kanë bërë ata juve dhe keni frikë Allahut. Thënë dietarët, pse Allah e ka lidh këtu keni frikë Allahut? Nëse keni zgjedh hakmarrjen, atëherë keni frikë Allahut, sepse zakonisht hakmarrja është e shoqëruar me urrëtie dhe i të kalon kufit. Edhe e sheh, ai i pari që e ka bënë dëm, ky tjetër që është hakmarr zakonisht është më i madh. Ja ka bënë vikerrit, ky shkon ja bënë 2 vija. Ja ka bënë dëm diçka që ka vlerën për shembull 3-400 euro, shkon ja bën domin 1000 euro. Pse ai pari? Domthon nuk e llogarit se ai janë të barabartë. Domthon hakmarrja, a është çfarë sa e ka bë? Mirë po më rëndësi është ai me shpraz, mllefin dhe inatin që ju ka mbledh këtu, edhe për ata thot ai ka nisi pari. Mirë, a janë proporcion këto domët tash? Mon ai të ka bë dom 200 euro, të 2000 euro, a janë proporcion? Ai ka nisi pari. A është në rregull kjo? Është në rregull. Për ata Allahun vendet, "Wattaqullah", keni dëruar Allahun. Mos e lëni inatin edhe mllefin edhe urrëtin gjatë hakmarrjes që me kërku diçka më tepër se sa që e keni hak, ose mu hakmir më tepër se sa që ja kanë bërë ata. Pastaj Allahu thot: "Wa jazaa'u sayyi'atin mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa amruhu 'ala Allah, inna Allah la yuhibbu adh-dhalimin." Edhe e keqja thot, ndëshkimi për të keqen është nëse don me ja kthy çaq sa ta kanë bërë ata, do mos. Ndërsa ai i cili fal, kjo është puna e tij tash mbetet te Allah. Domthon Allahu tash e shpërblen ato. Edhe e përfundon Allahu ajetin ku thot inna Allah la yuhibbu adh-dhalimin, mirë po dini se Allah nuk i don zullumçarët. Që do të thotë se shumica e hakmarrjeve janë të shoqëruara me zullum. E tash nëse është një muslimani ka karakter të fortë, edhe është në gjendje me nol mllefin, edhe urrëtin, edhe thot po çysh më ka bë po ja baj. Sa më ka bë po ja baj, edhe mundet me nol egon e vet, atëherë mirë. Nëse s'mundet, shumë më mirë për to është me fal, për arsye se pastaj mundet me hing padrejsin, zullum dhe del para Allahut të lartësuar. Men që me doli domtum kë, del zullumçar. Pse se i ka bë më tepër se sa që e ka bëj. Mirë, kur falja është e preferuar, kur hakmarrja është e preferuar, ose a është falja dobësi, a është hakmarrja fuqi, apo nuk është? Këtu e kisha ndërlidh me tregimin e pejgamberit alayhi salatu wasallam që e dini të gjithë, ama duhet me pas gjithmonë në kokë. Jo kur të nervozohemi, nëse ne ka bë dikush në fardome se na ka lëndu diçka shpirtnisht ose na ka fymë në fjalë, pastaj na mja kthy me dhëtë dhe më thon, "Wallahi ky hadith s'm ka kujtu hiç në ato momente se dola pe vetës." Pse dola pe vetës? Pse je musliman ti? Me dol pe vetës, më bo zullumçara?
Pse të ka bo dikush pa drejt, kjo nuk ta lejon që ti mu bo zullumçar gjithashtu. Dola ma iki trunin, një qenë arsye. Shejtani e mëson lloj fjalë që do të na shtatën për fjalora të psikologjisë, sociologjisë mi gjetë, ma iki trunin, s'kesh vetë, s'kesh pse e prunë vetën këtë punë. Ai musliman ti. Ku janë tek ti ajetet e faljes, hadithet e faljes, vlera e faljes, pastaj rreziku i hakmarrjes nëse nuk e kontrollojmë veten edhe hakmiremi më tepër se sa që ne ka bëj. Vallahi në ato momente më hupa. S'do të më hup, muslimani s'do të më hup. Sepse pejgamberi alayhi salatu wasallam që kemi shembull edhe njerëz që ka edukuar nuk kanë hup kësi momente. A kanë hup kësi momente. A kanë ndodhur në herë pejgamberi alayhi salatu wasallam më kthy dikujt dhe thonë diçka, më fal se ke shumë nervoz dhe të ranova, jo. Edhe kur është ranu shumë, edhe kur kanë në pozitën më të ranë, prapë pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka pas vetën kontroll. As shokët e tij s'kan ndodhur. As shokët e tij nuk kanë ndodhur që dikan me ranu dhe pastaj më kthy më thonë diçka, më falbe se nuk e po ta vetën kontroll. Jo, bre vallahi. Kjo është luje e shejtanit që ja bën dikujt. Por ndryshe muslimani do të me pas vetën kontroll. Ka raste të rralla kur nervoza i të i kalon kufite normale ose nuk e kontrollon veten njëri. Mirë, po muslimani do të me pas vetën. Po çka jemi muslimanë? Po çka jemi besimtar? Po çka e besojmë Allahun e lartësuar? Po çka shumë punë dhe shumë çështje jalojmë Allahut të lartësuar? A këtë do të mi kryna? Këtë gjithçka do të me rrafshunën të? E kështu që pejgamberi alayhi salatu wassalam në çlirimin e Mekës këto do të me pas parasysh gjithmonë. Çka ka bëu pejgamberi alayhi salatu wassalam në çlirimin e Mekës? Pasi që ke i dopt, u boj fuqishëm. Pasi që u largu pe Mekës, po hin Mekë si çlirimtar. Njerëzit të cilët e kishin shau deri dje, e kishin torturu, ja kishin vrarë disa prej shokëve të tij, ja kishin torturu shokët, e kishin fyje lloj kur ta kishin bë, tashmë i kanë nduar bë çka dushmet. E këtu pastaj, këtu del në pa vlerat e pejgamberit alayhi salatu wasalam, të cilat duhet ti përvetsoj secili musliman që kur është hakmir, pse u hakmir dhe sa u hakmir. Në momentin kur hin Mekë, u bën me kasve, çka mendoni që ka më bë me juve? Çfarë i thënë me kasit? Me kasit e din që kë nuk bën ato që kishin me bokta. Sepse ti shkon e kundërta. Ti shikon që mushrik me hin Medinë, edhe pejgamberi alayhi salatu wasallam i dop mushrinë vet, edhe me hin Medinë pastaj ata kishin shkatërruar gjithçka. Mirë, tash pejgamberi alayhi salatu wasallam po hin Mekë, te armiqtë e vet, pa besimtar. I është leju lufta kundër tyre. Do çka mendoni që bëjnë tash me juve? Ose sikur do të më thonë, ju ti shikon mend tamin çka kishin bë. Ta e din që këshin bë. Mirë po edhe po e din se çka bën pejgamberi alayhi salatu wasallam. Po thonë el Karim ibn el Karim. Ti je fisniku i bërë fisnikut. To nuk presim diçka keq për te. Na presim falje veç dikush ka mu llogarit këtë. E pejgamberi alayhi salatu wasallam për ata i thotë ecni. Idhhabu fa antum mutlaqa. Shkoni në shtëpi. Kush hin shtëpi vet, kush hin qabe, kush hin shtëpi vet e mshil derën, kush hin te shtëpia e Abu Sufjanit, kush hin qabe janë të falur. Mirë. Kjo është falje. Për arsye se pejgamberi alayhi salatu wasallam ka mundësi me i denushta, ka mujt me i vrarë Mekë. Biles kishin guxuar me livrit. Përkundër mundësisë që e ka, edhe prap kish me qenë i drejt pejgamberi alayhi salatu wasallam, sepse i ka armiqt vet, sepse me kaset ishin përgatitur për luftë, edhe pse s'ndodhi lufta, po ishin përgatitur për luftë, mirë, po edhe pse mundu të bëj këtë, po të hestit falën. Unë smirë me kësaj sene. Unë nuk jam marr për këtë. Unë nuk jam marrë që ti kur të më shajsh me të shah dhe une. Ti kur të më rresh me të rrej dhe une. Jo, unë jam marrë për diçka më të madhe, unë jam marrë me të nxjerr për çdo gjendje. Edhe me të qitë në pozitën ose pozicionin si besimtar që e kam, me të qitë edhe tyje. Mirë po, kur vjen tash momenti për mos me tregu ligësi, edhe në çmim, thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, gjithini të falën pos filani, s'ka ata. Këtu dash, çka ka zgjedhur pejgamberi alayhi salatu wasallam? Këtu ka zgjedh hakmarrjen. Mirë po shumë i drejtë. Filani. Edhe nëse janë të vjerën për perdet çabës, s'ka falje për ta, për arsye se në këtë pikë duhet mu tregu fuqia e pejgamberit alayhi salatu wasallam, po dhe drejtësia e tij, që hakmirët me mos, edhe i dini personat që nuk i ka fal, po prap disa prej tyne, prap ju ka ardhur sapi në fund që kanë shpëtuar për pejgamberit alayhi salatu wasallam,
Mirë po, në fillim, sa ka në Mekë, e ka thonë që këta nuk i fali. Se këtu është dosht me pas hakmarrje për ta që me i tregu njerëzve se nuk është që bëni çka doni dhe shpëtoni çka dush me bë, i vjen një moment kur shpëtoni, jo duhet mu llogarit për veprat edhe për bomat. Duhet mu llogarit, sepse në këtë rast pejgamberi alayhi salatu wasalam po gjykon edhe si burr shtetas. Do pejgamberi alayhi salatu wasalam që të rast është ligji, është pushteti. Pastaj të ndëruar vëllezër, hakmarrja thamë më herët që në Islam shumica e ajeteve që flasin për dëmet që shkaktohen një ndaj njëri tjetrit, zakonisht nxisin në falje. Mirë, po janë disa dëme që nuk mundet besimtari mu hakmir për të. Se s'ka, nuk i lejohet atij privatisht mu hakmir për të. I lejohet përmes pushtetit. Po nëse ekziston pushteti, gjykata e drejtësisë së shariatit, përmes gjykatës e lyp drejtën e vet edhe hakmirët. Mirë, po jo mu hakmira e vet. Për shembull, nuk i lejohet mu hakmir me vrasësin. Për arsye se këto e bën pushteti. Ai që i ka shpif, nuk i lejohet këtij mu me hakmir, thonë, "Çi shumë ke shpif ti mua dhe unë po të shpifi ty." Zoti na ruaj. Dikush nëse bën zina me një familjare të muslimanit, është me thonë, "Unë du me bëm zina për arsye se du mu të hakmir." S'ka këtu. S'lejohet këtu për arsye se kjo është gjuna si vepër. Mirë, po ka forma tjera të hakmarrjes. Amo forma e drejtë për drejtë s'ka. Ose më ke shoh dhe unë du më të shoh sa më ke shoh ti mua. S'ka. Për arsye se shamja dhe fyrja nuk është hakmarrje, po është nënçmim dhe është përbuzi për ato i cili e përdor. E shariati se ka dhënë drejtën këtu. Po s'ka më i buktë. Mirë. Kur hakmirët në çështje të cilat ja ka leju shariati me mu hakmir privatisht. Mirë, nëse s'modhet mu mirë privatisht, atëherë përmes gjykatës, përmes shtetit, përmes drejtësisë. Drejtësia dihet e kemi për qëllim drejtësinë e shariatit, sepse ajo është drejtësia e Allahut të lartësuar. Përndryshe, drejtësia e tjera mundet me qenë drejtësi relative, mirë, po nuk është drejtësi e plotë dhe e kompletuar. Pastaj Ebu Bekri radhiyallahu anhu, shembull tjetër. Ebu Bekri nuk i ka pas natyrën për mu hakmir. Edhe ka folë shumë, ka toleru shumë. Mirë, po në një moment e kanë tepru. Kush e ka tepru? E ka tepru kushërini vetë. Kushërini vetë të cilit e ka mbajt me bukë. Kur është shpif për Ajshën, vajzën e tij, edhe ky kushërini vetë ka folë. Kundër, do më ka folë për moralin e Ajshës. Sa Ajsha e ka posë zina, të ku ka zinaçare, çfarë fëmijë pas ka posë Ebu Bekri kështu me radhë. Edhe, kur Allah e ka zbrit pastërtin edhe dëlërsin e Ajshës radhiyallahu anha, se nderi saj është i kthjellët si loti, atëherë Ebu Bekri thotë, vallahi, ma nuk kam u mani për filanin. Le des. Sa është i nati. Ti do më hanë edhe nepën, edhe nuk, nëse u shkon puna që do më s'fal bile haptas. Sepse vazhdimisht të kujdes për ta financerisht. Thot edhe nëse des, unë s'kam u kujdesën për ta. Mirë po Allahu zbret ajete, thot ela falyafu wal yasfahu. Ela tuhibbuna yaghfir Allahu lakum. Le të tolerojnë edhe le të falin. A nuk keni dëshirë që Allahu më ju fal juve? Thot Ebu Bekri, gjithsesi kam dëshirën, edhe thot s'kam janon ndihmat, aty edhe pse ka folën. Mirë po, a mujti me e bon, Ebu Bekri, a mundi mu hakmir, këtu mundi, s'paku dhe më thonë, ka mujti me janon ndihmat këti personit, që ka qenë i lloj hakmarrje. Mirë po, nuk e praktikaj këta. Pastaj, e përmendin një rast me Uthmanin radhiyallahu anhu, cili ka pas një shërptor rab, edhe ka bo një gabim, diçka ja ka ngreve ishin pak. Uthmani, që ka qenë mrena normalës që me qërtu, sikur se që qërtojnë fëmijët e tonë, nëse gabojnë diçka. Do në fëmijë tonë në ekipën, nga njëherë vjen rani me ngreve ishin, nga njëherë me bërtit, nga njëherë me adhon do thu për atleta. Edhe Uthmani ka përdorur këtë mas. Pastaj ka fillu me qajtë i robi. E Uthmani është prek, është kanë i prekshëm për pak. Edhe e ka lexuar ajetin wal kadhimin al ghayza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin, ata të cilët e mbajnë mllëfin, nuk e nxjerrin, i falin të tjerët, edhe Allahu i do bëmirësat. Me fjalën e parë wal kadhimin al ghayza, Uthmani radhiyallahu anhu i thot fal të koft
kur farë llogarie s'ki për damin që e ke bërë. Wala afina anin nas, pastaj me fjalën e dytë, edhe me tretën wala afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin, Allah i do mirësat, edhe ata që i falin njerëzit Allah i do mirësat, Uthmani thot i liri e për hir të Allahut. Edhe i liran, më në robi ka qenë pasurinë atë kohë, sepse u shitë dhe është blej. Mirë po Uthmani radhiyallahu anhu komplet robin e liran për hir të Allahut, vetëm se ja ngrehe vesh pak. Unë që ka mujtë me shpagu me në farforme tjetër, mirë po ja toleranca edhe falje e atyri që ka qenë. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam, a është hakmir në herë për veten e tij? Mos di që është hakmir për çështjet personale, nëse e ka fyr dikush, nëse e ka kërcënuar dikush, nëse e ka shoj dikush, kurse është hakmir. Është hakmir nëse ja shkel dispozitat e Allahut. Çka do të thonë është hakmir? Ai që e ka shkel dispozitën e Allahut, edhe e kanë sjellë te pejgamberi alayhi salatu wasallam. Pastaj ka kalu pejgamberi alayhi salatu wasallam pozitën e gjykatësit se ka falë më këtina. Është hakmir. Është dosh me dënu e ka dënu. Por ndryshe, fyrit që e kanë bën, etiketimet që e kanë bën, pastaj edhe sulmet fizike që e kanë bën, është hakmir në herë. Kur është hakmir? Edhe për ata që radhiyallahu anhu thotë, kur nuk është hakmir për veten e vet. Hiç. Por çështje personale jo, për arsye se ai ka pas çështje më të mëdha. Mirë, kjo do të thonë bëhet përderisa nuk ka lënë në ligësi. Edhe me kuptu tjerë për ligësi, për ndryshe, domthonë falja është vërtet. Edhe tek Allahu i lartësuar shpërblehet. Për ndryshe, nëse dikush nuk merr vesh ndryshe, pos duke ndenu, pos duke ja kërku llogarin, pos duke i kërku dëm shpërblim, o kryej aty, dohet me i thonë që s'ka falje këtu. Në këtë rast, pastaj dëm shpërblimin edhe këtu i kërkojmë përmes mekanizmave, përmes drejtësisë, përmes autoritetit që është i thirrur për me e kry këtë. E aq më tepër nëse në një shoqëri ku nuk ka fetari të fortë, edhe njerëzit i neglizhojnë haqet e tjerëve, i shkelin të drejtat e tjerëve, edhe hajt falja njonit, fillojnë njerëz mos me bë dert, këtë punë përkundrazi në këtë rast kërkohet hakmarrja. A më qysh hakmarrja? S'më të jep borxhin me dol me rrej me vroj, jo. S'më të jep borxhin e qën të përmbarusi për shemb. Ose në forma tjera ja merr borxhin. Për me i tregu atij që mos të domon atij dhe tjerëve mastina që mos t'ja mësyn dikush kështu me pastaj me marr borxhe edhe mos më jani për mi kthy. Ose me bodame. Për shembull për aksidentet me makina ose ta bën një fardami të shtëpia, ai fal të kuft, pastaj njerëzit shojnë hajse mo nuk pra lyp llogari kërkosh. Ja, do të më sjell llogarin për me mbajt ranë. Në këtë rast kërkohet hakmarrja. Sikurse për shembull, ta llogarisim nëse vrasësi me qëllim sillet para gjykatës, edhe është vrasës që s'do knin kurfar keqardhë pse e ka vrarë. Njerin pa faj. Bile më dhonë mundësia e vret për pak. Këti është gjuna me ja falë. Sidomos, nëse e trimnën dikan që është mrapa tina, edhe që është të pritë dhaj me bona i vrasje, e trimnën këti është gjuna me ja falë. S'du të me ja falë tina. Për ata Allah, vë lëkum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Në kërkimin nga gjykata për me vrasësin, ka jetë. Këtu po shuhet jeta, Allahu po thot ka jetë për arsye se e shun një jetë i shpëton 10 tjera. Mirë. Pastaj përmendet një rast, është interesant, do kam qef me ndo me juve, ka të bëjmë me Ibn Taymija, Sheikhul Islam. Sheikhul Islam që është njeri që po thuj se për atyre që mës tepërmi është fy, është shah, është një llos, është i teketu, është prek nderi i tij, është prek fetaria e tij, është prej njerëzve që mës shumti i kanë ndodhur këtu. Ndërsa çka ka bëu ky me njerëzit? Sheikhul Islam Ibn Taymija ka me qindë, e ka lënë 100 librat e tij. Në asnjë libër nuk gjon që e rëndon dikanin ose e fyn. Pavarësisht ai flet për devijimet, për shtremërimet e fesë, mirë po me individ s'flet. Ndërsa individët e caktuar nuk kanë lënë mundësi pa e shfrytzuar për me një llos me etiketu nga një herë dhe kanë kërku me likvidu Sheikhul Islam Ibn Taymijën, e që vjen një moment dhe pastaj e nxjerr Ibn Taymijën kush ka qenë në realitet. Në kohën e tij ka qenë një mbret
edhe duke u dobësu roli i tij, disa njerëz përmrena, duke ja dobësu rolin ka dhënë dorëheqje për mbretit edhe ka ardhur në duket ministër ose këshilltar i tij dhe është bën mbret. Mirë po pa drejt. Edhe bëhet mbret. Tash gjithë ata hoxhallar që i kishte mbreti i parë rreth vetës, ky i dytë ka pas Mudaffar emrin, El Berbers, kështu diçka i faremrin. Edhe tash kretë hoxhallar që deri dje ishin me mbretin e parë, edhe livdonin e çonin qiell ti e kështu ti ashtu, sot u kthyn ka mbreti i pyetën ti, kur që s'u shkon ai pari. Edhe mira i po i mbledh këtu krejt, derisa i vjen momenti dhe fuqizohet me njerëz të vet, edhe prapë erxon pe pushtetit këtë mbretin e dytë. Ku meten hoxhallarët? Ose një pjesë që aty në hoxhallarëve që ishin kundërshtarë dhe armik të Ibn Taymiyes. Ku meten? Tash halifja po don muhakmir, sidomos ndaj do gjykatësve mi vrah. Edhe mundësi e mirë edhe e fortë për Ibn Taymiyes me thon po, vroje filonin, se krejt ata ishin që kishin dhënë fetva për Sheikhul Islamin që lejohet me vrah dhe me dhirë gjakun. Bile, disa prej këtyre gjykatësa i shkonin halifës edhe i thonin vroje Ibn Taymiyes, gjaku i tij qofte. Tash ardh momenti muhakmir. Me për kur të regon njeri vlerat, edhe të regon që jeton për diçka më të madhe se sa muhakmir për gjëra personale, don Allah i lartësuar edhe e sjell në pozitën që me i shpalos këtë vlera. Edhe tash, mreti i dytë e thirr Ibn Taymiyes, për arsye se çto e ka ta shpresën, ata të tjerë të tradhtuan krejt. Edhe i thotë Ibn Taymiyes, çka duhet më u bë këtyna, pse çka bën? Thotë Ibn Taymiyes, këta çka më bën? Thotë po ti pak ta ski pushtet. Pa gjykatës ski pushtet, pa xhollar ski pushtet, pa meftin ski pushtet, pa ato. Çuditët edhe i vjen i nati pak, për arsye se ky e priste fetvane Ibn Taymiyes me thon po vallai, filonin, do të më hiq se këta apet e tradhtojnë, mirë po i thot përkundrazi, nëse don pushtet sta ta mojnë pushtetin. Tash e nxjerr mbreti, halifja e nxjerr një letër në nënshkrimet të filonit, se Ibn Taymiyes është qafir shlir lejohet vrasja e tij. E thotë që ata që kanë thonë për ty, çka i të thonë ti? Thotë që kanë thonë ata për mua, unë i kam folë ata më ti. Mirë po ti nëse do në pushtet, me që ta e mon pushteti, për ndryshe pa ta s'ka pushtet. Edhe kthehet në borë ku ka që ka betë. Mirë po kush është Sheikhul Islami, me këto vlera që i ka pas, ku janë librat e tij, ku janë fetvat e tij, ku janë ata kundërshtarët e tij që nuk njihen. Është në Ibn Makhluf, kështu e ka pas emrin, ka shprej armisi të madhe, ka qenë gjykatësi më i fuqishëm gjatë kësaj kohe, edhe disa herë ka futur në borg pa të drejtë Ibn Taymiyes, onë veç që nuk i ka përshtot muhabeti dhe debati me ta, e kë vetë e përmend, thot Ibn Taymiyes, më të vërtetë thot është njeri madh. Kë vetë thot, thot nuk kemi lanë në rrugë edhe mënyrë pa tentu me dëmtu, kur i erë momenti ati, nuk na prejko as me gisht rrugë. E kështu janë njerëz të mëdhej. Njerëz të mëdhej të cilët falin mirë, por në kohën edhe momentin kur falja është vlerë. Kur falja e ngrit ato që falim. Kur falja i shpërfaq vlerat e Islamit, edhe vlerat e fetarisë që e bartim. Por ndryshe nëse falja është dobësi, atëherë i nënçmon edhe i përbuz edhe vlerat të cilat i bartimi. Pastaj ne kemi tolerancën. Një shprehje që na kanë lodhur me to. Tolerancë. Çfarë do të thonë tolerancë? Ose bashkëjetesë? Bashkëjetesë do të thonë me secilin me jetu keq shkaj. Po secilin me pranu që është mirë. E pse ti s'po pranon mua kur vajza po shkon në shkollë me shami? Pse ti nuk po pranon mua kur unë e tham që vjen goja drekës do të më falë, s'ka këtu më fal. Pse nuk po pranon? Po toleranca, bashkëjetesa, nuk është kjo. Nuk është bashkëjetesë kjo që më pranu dhe mua që jam. Ja, s'ka. S'është, për arsye se ata i kanë vendosur një definicion të vetin tolerancës. Toleranca është që unë me qenë dominues. Edhe me qenë i fortë, unë i baj ligjet tani të skiqare pa orë sipas ligjeve edhe rregullave. Kjo s'është tolerancë. As nuk është bashkëjetesë. Bashkëjetesën botës e kanë mësuar muslimanët. Edhe këto e pranun kjo dihet, historikisht dihet. Sepse pejgamberët e Allahut, para pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam, kanë ditë me jetu me popullin e tyre jo besimtar. Ndërsa populli i tyre jo besimtar s'ka ditë me jetu me pejgamberin e tyre. Feferikan kadhabu wa ferikan yaqtulun, thot Allah i lartësuar. Ne disa pejgamber i kanë përgjigjështuar, disa tjerë i kanë vrarë. S'ka pejgamber që e ka vrarë popullin e vet pse është pa besimtar.
Pejgamberët e Allahut e kanë sjellë shembullin se si jetohet me një popull i cili është në fe tjetër, në besim tjetër, kulturë tjetër dhe është armik me mua. Ndërsa idhujtarët, armiqtë e pejgamberëve kanë sjellë shembullin se s'dinë me jetu me tjetrin. Nuk dinë me jetu, domthonë nuk dinë me e pranu tjetrin ç'është është. Do të më bëj si ta për ndryshe, la in lam tantahi lanarjumannak. Ja han Shuaibit. Nëse s'nalesh me çësoj thirrjes ti, pe çti pejgamberi thotë, na me gorkë na më të myt ty. Pastaj Isa alayhis salam, a ngriti Allahu për me shpëtu prej durve të atyre që dashten me vra. Zekrian thuhet që e kanë vra. Isa sa pejgamberi ka ikë prej popullit tyre nga frikës se po e vrojnë. Që do të thotë se tolerancën, bashkëjetesën muslimanët ja kanë mësuar tjerëve. Për ndryshe, tjerët kanë treguar që nuk dinë me bashkëjetu me tjetrin. E bashkëjetesë domethënë me jetu me tjetrin, me pranu tjetrin që është mirë. A e morëm qështu? Kallat po. Mirë. E pse nuk pe pranojmë hajnin që është hajnë me lonë shoqëria ty? Ja, kjo është i rrezikshëm për shoqërinë. Mirë. Një tjetër, ai i cili shpërndon drogë. Pse nuk pe pranojmë me thonë do të me pranu edhe këto? Jo, se kjo është i rrezikshëm për shoqërinë. Mirë, atëherë janë disa vepra, janë disa njerëz, disa individ të cilët paraqesin rrezik për shoqërinë që do të thotë se bashkëjetesa me ta nënkupton që ata me inalë. Me inalë për veprat tyre, por ndryshe shkatërrojnë shoqërinë. Sepse po mund ka më zhvillu bashkëjetesë duke e nal hajnin, duke e burgos hajnin, duke e burgos ato që dilerat e drogës, dhe kështu më radhë. Atëherë edhe shumë edhe dukuri tjera, të cilat e minojnë shoqërinë e shëndosh, ose paraqesin rrezik për vlerat në shoqëri, po mund ka më zhvillu tolerancë edhe bashkëjetesë edhe duke i stopu ata dhe duke i ndalë ata. Për ata, në Medinet pejgamberit alayhi salatu wassalam, kanë jetu jahudijet. Edhe nuk i kanë nxjerr, nuk i ka largu prej Medinës pejgamberit alayhi salatu wassalam, vetëm pas shumë dredhijave dhe kurthave që e kanë bërë pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe o kryen zor për Medinës. S'ka me jetu jo me neve në Medinë. Do në rri me juve këto, oruju juve, mbroj juve, ju vazhdimisht kurtha, s'meritoni me jetu me neve. Shkoni jetoni dikun tjetër. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam është ai i cili ka vizitu fshinjtë e vet jahudi. Raste të shumta. A është ai i cili ka shite dhe ka ble me jahudin. Edhe kur se ka detyru jahudin më bo musliman. Unë të shes ty dhe të blej, ty rrinë fitan në tema, ama unë vazhdimisht flas edhe tirim me hin besimin e drejtë. Mirë po, edhe nëse s'hin besimin e drejtë, edhe nëse nuk bosh musliman, për mu nuk është problem me jetu, beshite, me bleje, me jetu, me një vene, me punu, me gjallënu. Mirë po, gjithashtu dhe kjo nuk du të më pengu mua që unë me të thirën besimin e drejtë. Amo jo më qësime sa. E kjo është toleranca, edhe bashkëjetesa e vërtet, e cila në sheriat është ndërtuar mbi një parim tjetër që quhet urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Unë jam tolerant, bashkëtoj me çdo kanim, mirë po në mbi parimin e urdhërimit për të mirë dhe ndalimin nga e keqja. Cila është dallimi mes bashkëjetesës islame me këtë parim dhe bashkëjetesës jo islame pa këtë parim, është se bashkëjetesë, domthonë sipas kuptimit jo islam, do të thotë me pranu tjetrin çashtu qysh është. Edhe nëse se dën. Zakonisht atë tjetrin nuk e dën. Mirë po me pranu dhe me jetu me to. Mirë. Kjo kur se dën, ka mundësi më mbledh katër kadale, më shndrru në rrejtje dhe pastaj më mirë. Ndërsa parimi i bashkëjetesës në islam, bashkëjetesa në islam mbi parimin e urdhërimit për mirë dhe ndalimin nga e keqja, do të thotë ne pranoj tjetrin që është, mirë po duke ja dosh të mirën. Pse? Sepse urdhëroj për punë të mira, e nxjes për punë të mira dhe e ndaloj për punë të këqija. Që do thotë se unë ja du të mirën atij. Unë nuk du me lon ato me deviju. Nuk du me lon ato më shkatru familja. Nuk du me lon ato më shkatru e ardhmja, më shkatru pasuria, po më shkatru edhe ardhmja për botën tjetër. E du për ata dhe e thirri. Ndërsa jo, do më bashkëjetesa, e që pastaj deformuat edhe në kuptime tjera, se bashkëjetesë është që si cilë e ka mirë, që shdo që t'jetën e ka mirë, se s'ka mundësi. Vallaj nuk ka mundësi me hezë në drejtimet kundër të dy vetë dhe me thonë kanë me mërrit njëtin vend të dytë, s'ka mundësi. Njëni mu nisë në lindje dhe tjetëri mu nisë perëndim, edhe dhe nëse bashkuen të perëndimi që t'i bashkë ju, bësa ju shtu hezë ka lindja, s'ka mundësi. Nuk ka mundësi. E kështu që Islami i ka mësu muslimanët që me toleru dhe me bashkëtu me tjertë, mirë po duke qeni i bindur se vetëmja feje dhe besimi drejt është islami.
Ai tjetri mundet me jetu me mua, mundet me qenë fshinj jemi, edhe unë tregoj kujdes ndaj tij. Edhe jem me mirësjellje ndaj tij, edhe punojmë bashkë. Edhe jetojmë bashkë, jetë dunjallëkut. Mirë po unë kam bindjen që ai është në besim të gabuar, edhe për ata vazhdimisht baj plane se qysh me ja ofru besimin e drejtë. Po ç'kjo është bashkëjetesa? Mon ç'kjo është ajo bashkëjetesa të cilën na e ka mësuar neve shariati. Sepse po tolerum më tepër se kjo, atëherë nënçmohemi dhe përbuzemi. Sepse une runa prej haramit, runa prej gjërave të cilat i kam qef, sikur sa i tjetri që sruhet, që s'është musliman edhe sruhet. Edhe unë besoj Allahun, unë lodha të agjëru, lodha të fol, edhe ai tjetri se s'lodhet hiç për këto, edhe prap me qenë barabart njëjtë e Allahu i lartësuar atëherë ku mbetet kuptimi dhe rëndësia e asaj që unë po kufizona me disa gjëra. Kjo është e padrejtë. Kjo është sikurse do të ishte padrejtësi e madhe që mësuesi me i dhon pes atij i cili vjen çdo ditë në shkollë edhe çdo ditë i kryen detyrat edhe vazhdimisht është i përgatitur për më pyet për atij i cili një ditë vjen në javë zjen, kur shkruan detyra dhe kur s'është i gatshëm të përgatit 2-5. Mirë, të ja mirë. Ja zbon se padrejtësi. Po do këtu është padrejtësi. Ai i cili e beson Allahun, edhe ndalohet prej gjërave që i ka ndaluar Allahu, edhe i kryen urat e Allahut. Ka dallim të madh prej atij që si janin për këtë sene. Ka dallim të madh mes atij i cili bën rregullimin tokë, edhe këshir interesin e vet, edhe mes atij tjetrit i cili e këshir interesin e përgjithshëm, edhe nganjëherë e dëmton edhe vetëm për me rujt interesin e tij. Ka dallim këtu. Që do të thotë se nuk jemi njëjtë. Nuk jemi të dy të mirë. Nuk jemi dy tri besime të pranuara tek Allahu për arsye se Allahu don rregull. E rregulli i Allahut është që një besim, një rrugë më të çu tek Allahu i lartësuar. Që njerëzit mu rreshtu mirë rresht. Jo çka përderdhin, ju pa u shall. E kjo domethënë është që nuk duhet me toleru më tepër se sa ajo që është kufi i Islamit, sepse pastaj e nënçmojmë dhe përbuzim fenë tonë. Për shembull, në shoqërinë e përzime islame dhe jo islame, në përnejat e ndryshme, fyhet feja. Shohot feja, bëhet hajgore me fenë, edhe na veç keqemi ata njerëz. Kjo përbuzi për besimin tem. Për arsye se kjo jep me kuptu që besimi për mua nuk ka shumë vlerë, sepse njerëzit e shohin vazhdimisht dhe mos u bën përshtypje kjo. Mirë, më nej shoh dikush babën e nonën, a e durojmë që ka shlet? Njëri normal se duron që ka shlet. Pse? Sepse nona dhe baba kanë vlerë për mua, se lejo gjithë kanë me bëj gore me ta. Ose më misha para syve. E rrehmja edhe përleshja fizike mes njerëzve kanë ndodhur për shkak se më ka shoh nonën. Për shembull, tash a është në rregull kjo, është në rregull e shtim vete. Mirë, po nuk e lejon njeri sepse është nënçmim për veten, është nënçmim për nonën e tij dhe për babën e tij, edhe për respektin që e ka këtu ndaj prindërve, nëse vazhdimisht i shohat nona dikun, edhe baba dhe ai veç rrit me ta dhe kesh edhe e merr këtë normale këtë. E mirë, tash feja, e cila është shumë e madhe, edhe është gjëja kryesore, Allah është mbi gjithçka pastaj. Edhe bëhet hajgare me këto, dhe na rrim aty shumë komod dhe nuk nimi kur farsikleti, atëherë këtu ku është problemi? Problemi është që na simi krenuar me fenë tonë, ne kemi përbuz fenë. Edhe këtu nuk është tolerancë kjo. Që sa tolerantë, do të ditë e shohin fenë ose largohet me tyne. Jo, kjo është përbuzje e vetës, përbuzje e fetarisë tonë dhe përbuzje e vlerave të cilat ti i pretendon se i ki. Përdyshon e vlerat nuk lejmë më shkil dikush. Sa njeri thotë unë s'lejmë hinë debat me filanin, për unë jam më ingritur. Unë s'lejmë një lës titullin, unë s'lejmë një lës famën, unë s'lejmë një lës as fejnë teme. Me shtinë e për kësin, neja, kështi pazorë dhe kësi neja. E këtu pastaj kjo nuk është tolerancë të ndrorlës. Kjo është nënçmim, kjo është disfat, kjo është përbuzi, kjo është çka dush të tjetër. Mirë, kjo nuk do thotë që mu boj dhënë shumë këto pastaj. Edhe me ragudhon shumë, mirë po thjesht unë spajtuna me këta. Qysh ka në Kur'an? Wa qad nazzala alaykum fil Qur'ani idha sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustehza'u biha fala taqudu ma'ahum. Në Kur'an thot Allah kemi zbrit që nëse me ajetet e Allahut, na përnejet e juaja, tallet dhe bota e gorë mos rini aty neja. Spaku për çatku sa bëhet ai gorë dhe tallet feja, nëse s'mundemi me i nal, nëse s'mundemi me i këshillu, edhe me i friksu, me frikën ndaj Allahut, lartësuam me thonë keni frikë Allahut se këtu me këtë zbota i gorë, nëse s'mujmi minal çështu atëherë largohemi. Kur dolin mohabet tjetër, pastaj nëse do të mu afro me ta afro. Po ndryshe
une në këtë rast do të më reagu. Sikur se e keni pa dhe reagimet e oponentëve politik ose burështetat të ndryshëm, kur kanë probleme njëri me tjetrin, për shembull, se fur proteste, ngritet ose ngon fjalimin e tina. Fol sa dush ti, s'do më ngon fjalimin del prej sallës. Edhe unë do të më përdor çdo notën e protestës. Ose po më të nol ty që mos më shohin. Mirë po, s'do më nejt me ty. Sepse unë e nënçmoj pastaj fejen, edhe e nënçmoj vlerat të cilat i thrasin ato se përfaqësoj vlera e kështu me radhë. Kjo domethënë është që toleranca nuk duhet me rënë çeçallëk, edhe disfat e brendshme e përmendim dietarët disfat e brendshme. Kur njeri është i disfatum shpirtnisht, pastaj nuk ka guxim me fol për fe. Ja, atë më bën fol me për fe kit bën e gare me ty. Nuk ka guxim u çu më fal. Nuk ka guxim dikush kur shpif për fe, për shembull, thonë s'është e vërtetë kjo. Ose shpif për hoxhin, ose shpif për Kur'anin. Domthonë nuk ka guxim, pse sepse e ka disfatën më ranë këtu. Smoj. Atë çu propjativit. Çu, ose bën më i fuqishëm, edhe bën faktor aty, ose ndroi shoqërinë. Pse shtim fen? Pse jemi bo qëqanë, mos të bojmë qëqanë edhe fejen, këtë rast. Mirë, pastaj, urdhër për të mirë ndalimin nga e keqja, gjithashtu është një parim tjetër, shumë i rëndësishëm, që është shtyllë e fuqishme e kësaj feje. Pejgamberi alayhi salatu selam thotë, le ta'murunna bil ma'rufi, o le tenhauna anil munkar. Ose keni me urnu për të mira, me ndalu nga e keqja, ose Allahu kam javqu një dënim të madh, keni me lut, pastaj nuk jam largan atë dënim. A kemi në dënime sot? Qysh kemi dënime? Sot me hina për familjet tona. S'ka familje që s'ka probleme pa lidhje, probleme pa kuptim ta. Aso është dënim kë? Nuk ka familjen, ose po thuja se të rrallt janë prind që nuk kanë probleme me fëmijët e tyre. Aso është dënim kë? Të rrallt janë njerëz që janë të kënaqur me shoqërinë e tyre. Të rrallt janë njerëz që janë të sigurt në pazarët që i bojnë. Allah e kumboni për pazarin vesh. O të ma sjell diqysh, ka më manshu diqysh. Pse s'kemi siguri? As janë dënime këtu? Për arsye se kemi hesht ndaj të keqës, edhe nuk po e promovojmë të mirën. Nuk po e promovojmë vlerën, kam fjalën si shoqërinë përgjithësisë, po tham filoni fistekun, edhe kemi hesht ndaj të keqës. Edhe çka? Ja kemi shtru rrugën, ja kemi bë asfalt të keqës me heshtjen tonë. Ndërsa e mira dhe e drejta nuk po gjon rrugë. Për arsye se na s'pe promovojmë, na do të promovohet. E pejgamberi alayhi salatu wasallam thotë, ja keni me urdhën të mirë, ja keni me ndalu të keqës, ja sa Allahu kam jap sjellni dënim që keni me lutë më, po s'ja vi largon atë dënim Allah i lartësuar. Derisa të kthej, derisa të kthej në fe. Qysh kthej në fe? Derisa të kthej në urdhërimin për të mirë dhe ndalimin nga e keqja. Urdhërimi për të mirë, ndalimin nga e keqja, as nuk është imponim, as nuk është akt i dhunës, as i detyrimit. Thjesht është dashuri që e shpreh për filan. Edhe e sheh që dikush është të e bo një punë të keqe, e cila ja rrezikon fetarinë e tij, ja rrezikon ahiretin, ja rrezikon xhenetin, ja rrezikon familjen, ja rrezikon të ardhmen, ja rrezikon pasurinë, thonë mos e kjo s'ban. Do thotë se unë mu po më dhimbësh me të ndodh kjo tyje. Për ata do po të flas. Edhe e sheh që mundet mu fol, se ka nisë mu fol Allah, dhe shkoj i flas për namazin, për arsye se namazi është punë e madhe tek Allahu i lartësuar. Edhe pse ja bëj këtone, e bëj për arsye se e du këtë njeri. E du edhe ja servoj të mirën, mundura me nal prej të keqës. Është një farë kuptimi, edhe me këta po e përfundoj. Tek disa njerëz, sidomos të tritë, kur i flet për fe thotë, ja, me imponim s'ka. Po jem të folën, se do të shtimë zot, as sim të detyruar, jem të fol thjesht që do të më fal namazin. Ama po kur tu vjen vetë më fal, mua se unë kështu më detyru s'ka. Po kush do të detyru? Unë më detyru, është kur të kapi të rap, çoj te banjo, merr avdes çto, trit e kryt, pastaj mos avdesit, hes falë këtu trit e kryt. Ç'kjo është imponim? Amon me armë të thonë se do të më fal, se Allahu ka urdhëruar më falë namazin shton. Çfarë imponimi është kjo? I thua soj motrës, që gati është me vënu shamien, pëse s'pë mbulush? Ja, unë s'du me imponim, te sa të binda vetë, kur bindesh vetë, kur desa? E po ja që, shejtani ja sjell, kështu shejtan të njerëzve dhe gjinve, ja sjellin që çdo këshill e mirë e fejs, imponimi delet. Që u falo, s'ka me imponim, s'ka dhunë fej.
Mirë, kur ti thot ai shoku i vet ose shoqja e vet, që ke s'po të rrinë mirë, mos e vesh më, si thot pse po mbërzihesh? Thot faleminderes. Faleminderes që më ktheve në mut. Ose s'po dukesh mirë, mos e përdor çto përdor, faleminderes. S'ka imponim këta? S'ka imponim, se shejtani këto i thot mirë, shumë okay. Ama kur ti thosh çu më fal. Çu më